ne kemi parë pamje apokaliptike në Krujë dhe kemi një kapanon të shtrumbuar në Krujë, e keni dhënë ju në tuaj një biznes në Krujë, ndërkohë keni parasysh diçka, mu merrni telefon njerëz vazhdimisht që më zhdjek shtëpia, dhe unë domethënë kam parë të merr me sy sepse ata nuk e kuptonin dot nga momenti ku qëndronin, ai është djeg shtëpia apo jo, sepse gjithmonë flakët kanë një drejtim që përparojnë, domethënë në drejtim dhe ti edhe nuk je i qartë në ato momente dhe mendon që realisht është djeg shtëpia. Me njëjtën gjë ka ndodhur poshtë me zonën e bazës dhe me zonën e Alilam Krujë për fisin Draga që më thonte që na ndjek 2 shtëpi. Ndërkohë që më vonë kuptuan që ishin dëme totalisht minimale në raport me atë që pritesh. Qartë. Aulon, fatmirësisht shtëpi nuk janë djegur, humbje në njerëz nuk ka pasur dhe zjarri është përballuar, megjithëse ka qenë shumë i vështirë. Se ndonjëherë mund të kesh edhe të gjitha mjetet, jo më ne që e dim sa mjete kemi, ndonjëherë mund të kesh gjitha mjetet dhe është i papërballueshëm në mal, me pyll, me erë kaq të fortë. Dëmet të tjera, se kur flasim, kjo është kryesorja po që s'ka në njerëz dhe në shtëpi, po dëme të tjera ka bërë apo jo, ullin dukeshin të djegur, po dhe pjesa e pyllit, se ne nuk e llogarisim shumë, po është humbje ekonomike, çdo pyll i djegur, ndërkohë. Ai është shpat mali, pylli shërben dhe për ta mbajtur bashk gurët edhe dherat edhe të gjitha. Është djegur kurora e pishave të Krujës, një nga më të famshmet në Europë, vetëm në Shqipëri. Jemi realistë. Është nuk e famje do ketë Kruja pas këtij zjarri. Po, fatkeqësi është ajo është me dekada e rritur aty. Absolutisht, kur gjithë nga fushën e vjeshme dukej më qartë sepse pjesa e fushës është poshtë. Dhe dukeshin sikur kishin ndriçur flakë të zjarrit. Pra imagjinoni kur të fiken ato flakë që do më vonë që do duket vetëm shkretira. Dëme ekonomike kolosale, pa diskutim. Flasim edhe ndoshta për një lokal që është dëmtuar në rrugën e malit në Krujë. Megjithëse këpade ata zjarfiksit, ata janë të qartë me këtë dëmë bëhet fjalë, se keni parasysh ka qenë jeta njeriut e para, pastaj dëmet materiale. Natyrisht. Do të shikojmë për një moment dytë dhe besoj shumë që shteti duhet i rivlerësoj edhe ti dëmshpërblej këta njerëz, të cilët kanë humbur shumë gjëra aty. Po gjithsesi kjo mbetet për një moment. Shumë nga bukuria e saj, ajo unë ndesha me një pjesë të turistëve, nga qenë shumë interesante në një nga dyqanet, që e mbajti 24 orë për solidaritet, dhe të cilët po iknin. Pra, ai pronari i bujtinave, tha që nuk du para, ata ishin të therruar, të friksuar, sepse mendonin që zjarri mund t'i prekte edhe ata dhe kanë farë shumë ka Kruja. Vërtet, disa prej tyre i kam takuar. Dhe ky është dëm ekonomik. Po për dëm miketit më të vizituar në Shqipëri, që është Kruja. Është qyteti më i vizituar i Shqipërisë. Natyrisht, jo, patjetër. Dhe kjo është problem i madh sepse nuk kishin garancia, kuptoni, pra ata kanë informacion që ne mjetët e zjarfikësve i kemi të vjetruara, nuk kemi fuqi etj. Gjithsesi unë aty kam parë zjarfikëse që kanë ardhur nga 6 anët e Shqipërisë, nga qytete të ndryshme, se para zjarrues është modeste, nuk mund ta qartë, po të ndjek me ndërprerje zërin. Për fat mirë, duket se rreziku është i shmangur për momentin, duhet patjetër vëmendje, siç the Aulon, derisa zjarri të fiket, nuk e kishim përjetuar, natyrisht ne kemi parë vjet zjarre që kanë djegur shtëpi nëpër fshatra, ne në Tiranë nuk e kishim përjetuar ndonjëherë kaq afër për një vend kaq të njohur për ne, siç është Kruja, që të rrezikojë deri në rrethinat e qytetit, ishte frikë me turistë që largoheshin, siç the ti, apo unë kam menduar dhe ata, se zakonisht fundjavave ka shumë nga Tirana që shkojnë edhe në Sari Saltik dhe në pjesën e sipërmet të malit për të shijuar bukurinë natyrore, aty imagjino t'jesh dhe të mbetesh aty në majt malit se nuk zbret dot më poshtë, se zjarri ka shkuar, nuk e di a do të vi zjarri deri lart apo jo, janë situata shumë të vështira. Ka qenë bllokuar. Ka qenë bllokuar ka rruga, ato kur pash ato videot e rrugës, mendimi i parë